Sot nis fushata globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Për këtë arsye, në shkollat e Gjakovës, ora e parë e mësimit ishte kushtuar pikërisht kësaj teme. Të dashur nxënës, sot në këtë orën e parë do të kemi një temë që është ndoshta aktuale, që është dhuna në familje. Është dita kur ne duhet të bëjmë përpjekje që sa më shumë të ndalojmë rastet, të ndalojmë dhunën në familje dhe të kontribuojmë që këto gjëra të mos ndodhin në shoqërinë tonë. Është një temë për cilën flasim shumë, por nuk di sa veprohet. Gojen e kemi plot mendim kundër këtyre rasteve, por që në realitet këto po përsëriten. Po ka raste të shumta të përdorimit të dhunës, të vdekjeve e tjera për cilat shoqëria jonë duhet të jetë pak më e vëmendshme, më kujdesshme për këto gjëra që janë shumë të ndjeshme. Sa i përket kësaj teme, duhet të informohen të gjithë ushprehën nxënësit duke ndarë edhe njohuritë të tyre në lidhje me këtë temë. Dhuna mund me konë fizike, ekonomike, ose sociale edhe psikologjike. Po ashtu dhuna është kontrollimi, frika ose shfrytëzimi i personit ndaj një personit tjetër në familje. Për shembull fizike mund me konë shtytje ose goditje, psikologjike ulje identitetit ose mos lejimi i gjërave që ai do mi bë. Ekonomike për shembull ndalimi i parave ose punësimit, edhe sociale mund me konë për shembull kur ti nuk e lejon me u fol me shoqëni ose familje tjetër. Qëllimi i kësaj kampanje domethënë është vetëdijësimi gjitha grave ose familjarëve të cilat ushtrohen ende në zonat rurale dhe dhunën në familje. Familja nuk është një vend ku domethënë njeriu do të jetojë me frikë, por është një burim i sigurisë dhe burim i dashurisë së personit caktuar. Gjithashtu një moto për këtë kampanjë është domethënë mbrojtja nuk është mbrojtja ose heshtja domethënë nuk është mbrojtje, gjithmonë është një zgjidhje dhe thua jo dhunës. Kjo nismë synon rritjen e vetdijes dhe ndërgjegjësimit përpara ndalimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave. Gjatë kësaj periudhe, institucionet shtetërore dhe organizatat e shoqërisë civile do të zhvillojnë një ser aktivitetesh sensibilizuese në gjithë vendin.